Rasulullah alayhi salam e ka një ligjërues I cili ka thënë ai I cili I bindet Allahut dhe Rasulit alayhi salam ai është uzun drejt. Pastaj ky ligjëruesi ka thënë e ai I cili I kundërshton ata dy, Allahun edhe Rasulin, ama ka thënë ata dy. Në fillim thot Allahun dhe Rasulin alayhi salam. E tani ka thënë e ai I cili kundërshton ata dy, Allahun edhe Rasulin alayhi salam. Ai ka deviju, kështu ka thënë ligjëruesi. Kur e ka ni Muhamedi alayhi salam, këto e ka thënë bi'sa khatibu ant. Shumë ligjëruesi keq. Largo. Çka ka thënë këtë njëherë? Ka thënë ai I cili bindet Allahut dhe Rasulit alayhi salam, ai është zu. Ai I cili kundërshton këta dy, ai ka deviju. Ku është problemi? Problemi ka thënë këta dy. E para ka thënë ai I cili bindet Allahut dhe Rasulit. Këtu ka thënë këta dy. E nuk bashkohet me emrin e Allahut Azza wa Jall kurkosh. Ky është gabimi të cilën e kanë bërë krishterët. Allahun dhe Isën alayhi salam, këta dy. Jo kështu. Allahu, edhe kështu I ka thonë Muhamedi alayhi salam, thuaj ai I cili e kundërshton Allahun dhe Rasulin, jo këta dy. Por shkak se në këtë formë I bashkon shumë, e me thonë Allahun dhe Rasulin, kështu I ndan Allahun dhe Rasulin, ama jo me I bashku ata dy. Ky është gabimi të cilën e kanë bërë krishterët. E kanë bashku Allahun Azza wa Jall edhe Isën alayhi salam. E këta nuk guxojnë me ba musliman. E fundit po thamë musliman, nuk bashkohet me emrin e Allahut kur gja. As në Rasul, as në krijesën e Tij subhanahu wa taala. Elusum Allahun Azza wa Jall na bëj për aty që e madhrojmë edhe lavdrojmë emrin e Allahut Azza wa Jall.